Takimi që ndryshoi gjithçka. Emina ishte një vajzë nga Tirana, me ëndra të mëdha dhe një natyrë që tërhiqte njerëzit. Që nga mosha e re, ajo kishte ndërruar të udhëtonte, të njihte kultura të reja dhe të krijonte një jetë ndryshe nga ajo e familjes së saj tradicionale. Por asnjëherë nuk e kishte menduar që ëndra e saj për dashuri dhe aventura do të përplasej kaq fuqishëm me realitetin. Ai ishte Li, një djalë nga Kina, i cili kishte ardhur në Shqipëri për një projekt të kompanisë ku punonte. I qetë, i arsimuar dhe me një sjellje të butë. Ai kishte diçka të veçantë që të tërhiqte menjëherë njerëzit. Kur Emina e pa për herë të parë, nuk mundi të mos ndjejë një dridhje të çuditshme, jo e zakonshme, por e thellë dhe magjepsëse. Takimi i tyre ndodhi rastësisht në një kafene të vogël në qendër të Tiranës. Emina po pinte kafe dhe po lexonte një libër, kur Li hyri me një buzëqeshje të lehtë dhe kërkoi një vend pranë saj. Ai fliste shqip me një theks të lehtë dhe Emina, siç ndodh shpesh me persona që e shohin për herë të parë, ndjeu një ngrohtësi të çuditshme. Filluan të flisnin për punën, për kulturat e tyre, për ëndrat që kishin dhe, pa e kuptuar, një bisedë zakonshme u kthye në një orë të tërë të shoqërimit të këndshëm. Ditët kalonin dhe takimet e tyre bëheshin gjithnjë më të shpeshta. Emina ndjeu një emocion të pazakontë për Liein, ndërsa ai dukej gjithmonë i interesuar dhe i kujdesshëm. Familja e Eminës e përshëndeti me rezervë këtë lidhje, por ajo e ndjente që nuk mund të ndalte emocionet e saj. Ai ishte i huaj, por ishte i kujdesshëm dhe i respektueshëm. Pas disa muajsh Li propozoi martesë Eminës në një mënyrë të thjeshtë, por të sinqertë. Ishte një propozim që nuk kishte shfaqje madhështore, as dhurata të shtrenjta, vetëm dy zemra që dëshironin të bashkoheshin. Emina, e ndikuar nga emocionet dhe ëndrat për një jetë të bukur së bashku, tha po pa hezitim. Martesa u organizua shpejt. Familjet u takuan, dokumentet u plotësuan dhe gjithçka dukej perfekte për syrin e jashtëm. Por ajo që Emina nuk e dinte ishte se jeta me Liein nuk do të ishte aq e thjeshtë sa duket. Në fillim gjithçka dukej idilike. Li ishte i kujdesshëm, i sjellshëm dhe gjithmonë i gatshëm për të bërë çdo gjë që ta bënte Emina të lumtur. Por pas disa javësh, ndryshimet të vogla filluan të shfaqeshin. Ai bëhej i ftohtë, kritik dhe shpesh duke i shqetësuar pa arsye të dukshme. Emina, e cila gjithmonë kishte besuar se dashuria mund të zgjidhë gjithçka, përpiqej të kuptonte pse ai po ndryshonte. Fillimisht mendoi se mund të ishte stresi i punës, por situata vetëm u përkeqësua. Li filloi të kontrollonte gjërat e vogla, si shpenzonte parat, këtë takonte, çfarë hante dhe si ecte dita e saj. Emina ndjeu një ndjenjë të thellë frike, por edhe fajësie. A jam unë ajo që po e shqetëson? Apo ndoshta nuk po bëj mjaftueshëm për të? Mendonte ajo shpesh. Por, me kalimin e kohës, ajo filloi të kuptojë që kjo nuk ishte thjesht një fazë kalimtare. Ishte një mënyrë për të kontrolluar dhe për të kufizuar jetën e saj. Ngjarjet morën një kthes më të ashpër kur Li filloi të nxjisë izolimin e Eminës nga familja dhe miqt. Ai e bënte të ndiheshe pafuqishme, duke i thënë se ata nuk e kuptonin marrëdhënien e tyre, dhe se vetëm ai e dinte se çfarë ishte më e mira për të. Në fillim ajo përpiqej të diskutonte, por çdo përpjekje për të folur për shqetësimet e saj shpesh përfundonte në debate të tensionuara dhe në fjalë të dhimbshme. Emina filloi të ndjejë se kishte bërë një gabim të madh. Martesa që kishte menduar se do të ishte ëndër e bukur, po kthehej në një burg emocional. Megjithatë, ajo vazhdonte të mbante shpresën se gjërat do të përmirësoheshin, duke menduar se dashuria mund të ndryshojë gjithçka. Në këtë moment, miqtë dhe familja filluan të vërejnë ndryshimin e madh tek ajo. Emina, dikur e gëzuar dhe e plot energji, tani duke e lodhur dhe e trishtuar. Shumë herë, ajo thoshte se ndihej e vetmuar edhe kur ishte pranë Lieit. Duke ndjer frikën dhe pasigurinë që po e ngulfatnin, Emina filloi të kërkonte informacion, të fliste me njerëz që kishin kaluar situata të ngjashme, dhe të përpiqej të kuptonte nëse marrëdhënia e saj ishte e shëndetshme apo e dëmshme. Ajo filloi të kuptojë se ajo që ajo po përjetonte kishte një emër: abuzim emocional. Kjo realizimi dha një forcë të re. Emina filloi të mendojë për të ardhmen e saj dhe për mënyrën se si mund të shpëtonte nga ky marrëdhënie toksike. Por largimi nuk ishte i thjeshtë. Ai ishte kontrollues, manipulues dhe kishte mënyra të fshehta për të mbajtur Eminën në ndikimin e tij. Çdo hap për të çliruar veten kërkonte planifikim, durim dhe një guxim që ajo nuk e dinte se e kishte. Ndërkohë Li filloi të tregojë anën e tij të vërtet me më shumë intensitet. Ai nuk ishte personi i ëndrave që kishte njohur Emina. Ai ishte dikush që shfrytëzonte dobësitë dhe frikën e saj për të kontrolluar jetën e saj. Çdo ditë ishte një sfidë,
dhe Emina filloi të kuptonte se kishte hyrë në një lojë psikologjike që mund të eklipsonte gjithë jetën e saj. Por brenda saj kishte një zjarr të vogël, një vendosmëri që nuk do të shuhej. Ajo e dinte që duhej të luftonte, sepse vetëm duke u çliruar do të mund të shpëtonte veten dhe ëndrat e saj. Dhe kështu, ndërsa pjesa e parë e kësaj historie përfundon, Emina ndodhet në një pikë ku dilemat, frika dhe emocionet përzihen, duke e bërë të qartë se rruga drejt lirisë do të jetë gjatë, e vështirë dhe plot sfida. Rruga e vështirë drejt lirisë Emina nuk mund të qëndronte më e heshtur. Sa herë që mbyllte syt, përkujtonte fjalët e tij, shikimin ftohtë dhe mënyrën se si e kontrollonte çdo pjesë të jetës së saj. Ajo ndjeu një zemërim të thellë, por edhe një guxim që nuk e kishte menduar se e kishte brenda. Ky ishte momenti kur kuptoi se nuk mund të priste më një ndryshim të mrekullueshëm, ajo duhej të vepronte vetë. Hapi i parë ishte të kuptonte fuqinë që kishte akoma. Emina filloi të mbante një ditar të fshehtë, ku shkruante çdo incident, çdo fjalë të dhimbshme dhe çdo mënyrë se si li përpiqej të kontrollonte jetën e saj. Shumë herë, kur lexonte ato rreshta, ndjente një përzierje frike dhe lehtësimi. Frikë nga sa e rrezikshme mund të ishte situata, dhe lehtësim sepse dokumentimi i dhimbjeve e bënte më të qartë realitetin. Një tjetër hap ishte të rivendoste lidhjet me miq dhe familjen. Ajo filloi të telefononte fshehurazi, duke shmangur dyshimet e liejit. Çdo bisedë ishte një oksigjen i vogël për shpirtin e saj, një kujtesë se nuk ishte e vetme. Në këto biseda, ajo ndjeu mbështetje, por edhe këshilla të drejtë për drejta. Duhet të mendosh për veten tënde, Emina. Nuk mund të jetosh kështu përgjithmonë. Por Li nuk ishte i lehtë për t'u ndalur. Ai filloi të ndjente ndryshimet dhe përpiqej të izolonte Eminën edhe më shumë. Her pas here, ai hynte në telefonin e saj. Kontrollonte mesazhet dhe kishte gjithmonë një arsyetim që të dukej e ligjshme. Ai e quante çdo veprim të saj të fshehtë si një tradhti, duke akuzuar për mungesë besnikërie dhe dashurie. Në këtë situatë, Emina duhej të ishte jashtëzakonisht e kujdesshme. Çdo gabim mund të shkaktonte një konflikt të madh ose një reagim të dhunshëm emocional. Por ajo kishte një plan të qartë. Të grumbullonte sa më shumë informacion, të mbante prova dhe të krijonte rrjetin e saj të mbështetjes. Një nga momentet më të vështira ishte kur ajo vendosi të vizitojë një avokate që merrej me çështjet e abuzimit dhe divorcesh ndërkombëtare. Ajo e dinte se situata e saj ishte ndërlikuar sepse martesa me Liein kishte përfshirë dokumente ndërkombëtare, dhe ligje shqiptare dhe kineze mund të ndërhynin në mënyra të ndryshme. Avokatja e këshilloi të mos ndërmerrte hapa të nxituar dhe të siguronte prova të qarta të abuzimit emocional dhe manipulimit. Kështu Emina filloi të regjistronte bisedat, mesazhet dhe çdo sjellje që mund të konsiderohej kontrollues ose abuzive. Ajo e dinte se kjo nuk ishte një betejë që mund të fitonte brenda një dite. Duhej durim, mençuri dhe strategji. Një nga problemet më të mëdha që hasi ishte manipulimi emocional i Lieit. Ai përdorte taktika që të bënte të ndjeje faj, turp dhe dyshim. Po LKT do të mërzitesh keq, i thoshte ai shpesh, duke e bërë të ndjehej përgjegjëse për çdo problem. Emina shpesh qante në heshtje, duke ndjerë se po humbiste një pjesë të vetes. Por çdo lot i saj ishte gjithashtu një kujtesë se ajo nuk do të dorëzohej. Në ndërkohë miqtë e saj filluan të vinin më afër, duke ndihmuar të krijonte një rrjet mbështetjeje. Ata e ndihmuan të gjente vende ku të shkonte kur Li nuk ishte duke vëzhguar, të bënte aktivitete që e largonin nga stresi dhe tensioni i përditshëm. Ky mbështetje e bëri më të fortë dhe i riktheu ndjenjen e autonomisë që ajo kishte humbur. Një ngjarje e veçantë ndryshoi gjithçka. Një mbrëmje, Li humbi kontrollin pas një konflikti të vogël. Ai bëri një akuzë të padrejtë dhe ofendoi Eminën në mënyrë të papërmbajtur. Por ajo nuk u dorëzua. Përkundrazi, ajo e regjistroi incidentin dhe për herë të parë e quajti atë me emrin e duhur. Abuzim emocional dhe manipulim psikologjik. Ky moment ishte një kthes për Eminën. Ajo filloi të ndjente se kishte fuqinë për të vendosur për veten e saj. Nuk ishte më vetëm një viktimë e heshtur. Ajo ishte një grua që kishte një plan dhe një rrugdalje. Hapi i radhës ishte të siguronte vendin ku mund të qëndronte larg Lieit, me ndihmën e miqve dhe një avokate të besueshme. Ajo gjeti një apartament të vogël, të fshehtë dhe të sigurt. Ky vend ishte oaza e saj, ku mund të mblidhte mendimet dhe të planifikonte çdo hap të ardhshëm. Por Li nuk do të dorëzohej kaq lehtë. Ai filloi të dërgonte mesazhe kërcënuese, të kontaktonte njerëzit pranë Eminës dhe të përdorte çdo metodë për të kontrolluar jetën e saj. Çdo mesazh i tij ishte një test i durimit dhe guximit të saj. Emina, megjithatë, nuk e lejoi frikën ta ndalonte. Ajo e përdori çdo kërcënim si provë për avokaten dhe për miqt,
duke siguruar që çdo hap të ishte i mbrojtur ligjërisht. Një tjetër sfidë e madhe ishte ndjenja e izolimit emocional. Emina ndjente shpesh boshllëkun që Lee kishte krijuar rreth saj. Ai kishte ndërhyrë në çdo marrëdhënie dhe lidhje që ajo kishte pasur. Por, përmes mbështetjes së miqve, ditarit të saj dhe vizitave tek terapistja, ajo filloi të rindërtonte besimin në vetvete. Çdo ditë ishte një hap drejt lirisë, edhe pse shpesh e dhimbshme. Kohë pas kohe Lee tentonte të joshte Eminën me përkujdesje të rreme, duke përdorur taktika manipulimi për të rikthyer kontrolli. Ai i sillte dhurata, fjalë të ëmbla dhe premtime, duke e bërë atë të dyshonte tek vendimet e saj. Por Emina ishte më e kujdesshme se kurrë. Ajo e dinte se çdo dhuratë ishte një mjet për ta kapur dhe për të shfrytëzuar dobësitë e saj. Në këtë periudhë të tensionuar, Emina filloi të kuptonte edhe një gjë tjetër të rëndësishme. Ajo nuk ishte përgjegjëse për abuzimin që po përjetonte. Çdo faj që ajo ndjente ishte produkt i manipulimit dhe kontrolleve psikologjike të Leeit. Ky kuptim i ri i dha një forcë të madhe për të vazhduar rrugën e saj. Ndërkohë, procesi ligjor po përparonte me ngadalë. Avokatja e saj e këshilloi të mos bëj hapin e madh për largim apo divorc pa provat dhe mbështetjen e nevojshme. Kjo ishte një betejë e gjatë, ku çdo gabim mund të shfrytëzohej nga Lee për të penguar lirimin e saj. Por Emina ishte vendosur. Ajo kishte një plan dhe nuk do ta lëshonte derisa të siguronte lirinë e saj dhe të ardhmen. Në fund të kësaj pjese të historisë, Emina ndodhet në një pikë ku sfidat janë më të mëdha se kurrë, por vendosmëria e saj po bëhet gjithmonë më e fortë. Ajo ka krijuar rrjetin e mbështetjes, ka dokumentuar çdo incident dhe ka gjetur vendin ku mund të ndjehet e sigurt. Çdo ditë është një hap drejt çlirimit, dhe çdo sfidë e përballuar e bën atë më të fortë. Pjesa e ardhshme do të tregojë momentet vendimtare të përballjes përfundimtare me Lein, luftën ligjore dhe emocionale, dhe rrugën e Eminës drejt lirisë dhe rikthimit të vërtet të vetes. Përballja dhe liria e fituar Emina ndihej e lodhur, por në të njëjtën kohë e vendosur. Pas muajsh frikash, manipulimesh dhe tensionit të përhershëm, ajo e kuptoi se nuk mund të vazhdonte më në këtë gjendje. Liria nuk vinte vetë. Ajo duhej të kërkohej, të luftohej dhe të fitohej me çdo hap. Hapi i parë i madh ishte përballja ligjore me Lee. Avokatja e saj kishte përgatitur një strategji të qartë. Çdo incident, çdo mesazh, çdo përpjekje për kontroll emocional do të përdorej si provë për të dëshmuar abuzimin. Emina ishte vetëdijshme se kjo nuk do të ishte e lehtë. Lee ishte i zgjuar, manipulues dhe kishte përvojën të menaxhuarit situata ndërkombëtare. Por ajo tashmë nuk ishte më e njëjta vajzë që kishte hyrë në martesë. Procesi filloi me një betejë të gjatë në gjykatë. Lee mohoi çdo akuzë, paraqiti argumente të përgatitura mirë dhe përpiqej të destabilizonte Eminën. Ai përdorte taktika të vrazhda psikologjike. Dërgonte letra kërcënuese, përpiqej të impononte frikë dhe manipulonte informacionin. Por Emina ishte e përgatitur. Çdo mesazh i tij ishte dokumentuar, çdo incident kishte dëshmi. Ajo ishte vendosur dhe nuk do të kthehej pas. Gjatë procesit, Emina mësoi shumë për forcën e saj të brendshme. Çdo dëshmi që paraqiste ishte një hap drejt rikthimit të vetes. Ajo filloi të kuptoi se abuzimi emocional nuk ishte një turp, por një situatë që mund të sfidohej dhe mund të mundej. Për herë të parë, ajo ndjente një ndjenjë të vërtet fuqie. Në të njëjtën kohë, përballja me Leeit nuk ishte vetëm ligjore. Ishte edhe një sfidë emocionale e madhe. Ai përpiqej të përdorte çdo lidhje të përbashkët, çdo moment të së kaluarës, për të rikthyer Eminën në ndikimin e tij. Ai e sillte në mënyrë manipulimi të shkuarën si një mallkim, duke e bërë të ndjehej e varur dhe fajtor. Por Emina, me mbështetjen e miqve dhe terapistes së saj, filloi të mësonte të distancohej emocionalisht. Ajo kuptoi se dashuria e tij nuk ishte më e vërtetë, por një mjet kontrolli dhe manipulimi. Një moment i veçantë i historisë ndodhi kur Lee tentoi një taktik të fundit. Ai e ftoi Eminën për një bisedë private, duke përdorur taktika për të krijuar përshtypjen e pajtimit dhe kompromisit. Por ajo nuk ra në grack. Përgatiti një plan, të shoqëruar nga një mik besnik. Ajo shfaqi të gjitha provat dhe i tregoi Leeit se nuk do të pranojë më manipulimin. Ai u tregua i frustruar, i ndëshkuar dhe përpiqej të përdorte çdo fjalë për të trembur Eminën. Por për herë të parë ajo nuk u lëkun. Gjatë javëve që pasuan, Emina filloi të shijonte hapat e vegjël të lirisë. Ajo mund të ecte vetëm nëpër rrugët e Tiranës pa frikë, të takonte miq dhe të merrte vendime për jetën e saj pa ndjenja fajësie. Çdo vendim, qoftë edhe i vogël, ishte një fitore e madhe për shpirtin e saj.
Një tjetër moment vendimtar ishte kur gjykata vendosi përfundimisht për masat mbrojtëse ndaj Lieit. Ai urdhërua të mos kontaktojë Eminën dhe të respektojë distancën e përcaktuar. Ky vendim ishte jo vetëm një lehtësim ligjor, por edhe një çlirim emocional. Emina ndjeu një peshë të madhe që largohej nga shpatullat e saj. Për herë të parë pas shumë muajsh, ajo ndjeu lirinë të ishte vërtet vetja. Por historia nuk përfundoi këtu. Liria kërkonte gjithashtu rindërtimin e vetvetes. Emina duhej të përballej me pasojat e stresit, frikës dhe izolimit që kishte përjetuar. Ajo filloi të merrte pjesë në aktivitete që e bënin të lumtur, të udhëtonte, të lexonte dhe të takonte njerëz që e frymëzonin. Çdo hap ishte një rikthim i ngadalt, por i sigurt drejt një jete ku nuk kishte kontroll dhe manipulim. Një nga momentet më të bukura ishte kur Emina vizitoi një kafene ku kishte takuar Liein për herë të parë. Ajo ndjeu një emocion të çuditshëm, një përzierje kujtimesh dhe triumfi. Ajo ishte e lirë, e fortë dhe më e mençur. Çdo sfidë që kishte përballuar e kishte bërë më të fortë dhe më të vetëdijshme për vlerën e saj. Në këtë pikë, Emina kuptoi një mësim të madh. Liria nuk është vetëm largimi nga dikush, por rikthimi i fuqisë së vet, respektit për veten dhe aftësisë për të vendosur për jetën e vet. Ajo kishte kaluar nga një vajzë e pasigurt dhe e kontrolluar, në një grua të vendosur, të fortë dhe të lirë. Ndërsa historia përfundon, Emina është një simbol i rezistencës dhe fuqisë së brendshme. Ajo e di që nuk është e vetme, që ekzistojnë njerëz që mbështesin dhe që dashuria e vërtet nuk mund të jetë kurrë kontrollues ose abuzive. Ajo ka mësuar se liria është një betejë që ja vlen të luftohet dhe se çdo hap drejt saj është një fitore e madhe. Në fund, Emina fillon një kapitull të ri në jetën e saj. Një kapitull ku vendos për lumturinë e saj, ku zgjedh miqt, punën, udhëtimet dhe ëndrat pa frikë dhe pa faj. Ajo është shembull i guximit dhe forcës, duke treguar se edhe nga situata më e errët mund të lindë një dritë e re. Një jetë e re pas përballjes ligjore dhe emocionale. Jeta e Eminës mori një kthes të papritur. Liu largua nga jeta e saj përfundimisht. Gjykata nuk vetëm që vendosi masa mbrojtëse, por edhe rrëzoi çdo pretendim të tij për kontroll ose ndikim mbi Eminën. Ai u përball me pasojat e veprimeve të tij. Humbi besimin e familjes së Eminës, u njoh për abuzimin që kishte ushtruar dhe për shumë muaj u përball me izolim ligjor dhe shoqëror. Ndërkohë, Emina filloi të rindërtojë çdo pjesë të jetës së saj. Fillimisht ishte sfidë të rikthehej në normalitet. Frika e hershme, kujtimet e dhimbshme dhe ndjenja e fajit për gjëra që nuk i kishte bërë drejt, ishin të pranishme. Por ajo e kuptoi se çdo hap i vogël ishte triumf. Një shëtitje e vetme, një bisedë e hapur me miqt, një vendim i lirë për veten. Një pjesë e rëndësishme e rindërtimit të saj ishte terapia. Emina mësoi të kuptonte se abuzimi emocional nuk ishte faji i saj, dhe se manipulimi i Lieit nuk e bënte atë të dobët. Përkundrazi, përvoja e kishte bërë më të fortë dhe më të vetëdijshme për vlerat e saj. Ajo mësoi të vendosë kufi të qartë, të njohë njerëzit e rrezikshëm dhe të zgjedhë vetëm marrëdhënie të shëndetshme dhe mbështetëse. Shumë shpejt, Emina përdori përvojën e saj për të ndihmuar të tjerët. Ajo filloi të bashkëpunonte me organizata që mbështesin viktimat e abuzimit emocional dhe fizik. Ajo tregonte historinë e saj, jo si një rrëfim tragjik, por si një mesazh fuqie dhe shprese. Përmes seminareve, bisedave dhe aktiviteteve të ndryshme, ajo frymëzonte gra dhe burra që kishin përjetuar situata të ngjashme, duke treguar se është gjithmonë e mundur të çlirohesh dhe të rindërtohesh. Një nga momentet më emocionuese për Eminën ishte kur takoi një vajzë të re, e cila po përjetonte një marrëdhënie kontrolluese dhe abuzive. Emina e ndihmoi të kuptonte situatën, t'i siguronte mbështetje dhe ta drejtonte drejt rrugës ligjore dhe emocionale të shpëtimit. Ky moment i dha një ndjesie të jashtëzakonshme. Ajo e kuptoi se përvoja e dhimbshme që kishte kaluar nuk ishte e kotë, ajo mund të shndërrohej në forcë për të tjerët. Në jetën personale, Emina filloi të rigjente kënaqësinë e gjërave të vogla. Një kafe me një mik, një udhëtim të shkurtër jashtë qytetit, një libër që e frymëzon. Çdo gjë ishte e thjeshtë, por e rëndësishme. Për herë të parë pas shumë muajsh, ajo ndjeu se ishte vërtet e lirë. Nuk kishte më frikë, manipulim, kontroll apo akuza. Emina ishte pronarja e jetës së saj. Një nga arritjet më të mëdha ishte ndërtimi i marrëdhënieve të shëndetshme. Ajo mësoi të komunikojë hapur, të besojë dhe të dashurojë në mënyrë të lirë. Çdo marrëdhënie që ndërtonte tani ishte bazuar në respekt dhe besim, jo në kontroll ose manipulim. Përmes kësaj, Emina ndjeu një lumturi të thellë, një ndjenjë se ajo mund të jetonte një jetë të plotë dhe të kënaqshme. Në një moment reflektimi, Emina ushtrua në shtrat dhe mendoi për gjithë udhëtimin që kishte kaluar. Ajo kujtoi takimin e parë me Liein, emocionet e dashurisë së rreme,
muajt e frikës dhe pasigurisë, dhe momentin kur mori vendimin për të luftuar për lirinë e saj. Çdo hap kishte qenë i dhimbshëm, por çdo hap e kishte bërë më të fortë. Ajo kuptoi se jetën nuk e përcaktonin njerëzit që përpiqen të kontrollojnë, por forca e brendshme dhe vendimet e tua. Në fund, Emina krijoi një jetë të re. Një jetë ku lumturia nuk vare nga dikush tjetër, ku dashuria ishte e vërtetë dhe e shëndetshme, dhe ku çdo ditë ishte një mundësi për të rritur dhe për të ndihmuar të tjerë. Historia e saj nuk përfundon vetëm me një largim nga dikush që e shfrytëzonte, por me një rikthim të fuqishëm të vetes, ku ajo është protagonistja e jetës së saj. Emina tashmë është një simbol, një grua që përmes dhimbjes dhe sfidave gjeti forcën për të shpëtuar dhe për të ndihmuar të tjerë. Historia e saj tregon se pavarësisht sa herët duket një situatë, gjithmonë ka një rrugdalje dhe fuqia për të ndryshuar jetën tënde është brenda teje. Ajo që e bën këtë histori të paharrueshme është se nuk është vetëm rrëfim tragjik, por një rrugëzgjidhje e mundshme, një testament i guximit dhe fuqisë njerëzore. Emina ka mësuar se liria është më shumë se një vendim, është një mënyrë jetese, një qëllim që ja vlen të luftosh dhe ta ruash. Dhe kështu epilogu mbyllet me një mesazh të fuqishëm. Çdo sfidë, çdo dhimbje dhe çdo përpjekje për të shpëtuar nga dikush që të dëmton mund të kthehet në forcë, dhe liria, në fund të fundit, është një dhuratë që meriton çdo betejë.